If you travel through the town of Vitia in eastern Kosovo, you continue on and you come to this beautiful place here in the middle of the mountains, and you go up a road, you'll find the village of Stubla, which has such a fascinating history. It's a Catholic village, and we are here today for Easter. It's a beautiful celebration in a lovely Catholic church in the mountains. We have the chance to be part of that Mass for Easter, but also to get to know some of the villagers here and to really talk about what is migration for them. Many, many people from this village, as in most villages in Kosovo, have gone outside. They left a long time ago in the 1970s. Many of them went in the 1990s as well, and then after the war here. So many of them went outside to Germany, to Switzerland, and Italy especially. So we raised the question about who is coming back, who is going, who is not going, now that it's possible to live here. And the standard is higher, and there are beautiful houses, and there are businesses to be had. So it's a question always of that existential question, who is going to stay in Kosovo and build this country? We had those conversations in Stubla today. Okej, jemi tash me kryetarin e Katundit, Stublës, Marian Ramaj, edhe kemi rast me bisedu për historinë e Katundit, për ngjarje tash që është në çfarë dieta është këtu në Stubël, se unë kam qenë këtu para 30 vjet, kam punuar për Vitia dhe kam qenë Stubël, po çfarë ndryshime sot. Do të shpjegoni jetën që jeni rrit këtu edhe që keni çka po bëni edhe tjera. Stubla është një vend që ka një traditë, një kulturë, një edukat të lashtë. Koha e hershme këtu ka qenë, domethënë, një vendbanim, ndoshta muj me thënë edhe i veçantë edhe për Kosovë edhe për vende tjera. Dhe ka një traditë të lashtë, karakterizohet kryesisht me 3 veçanti të veçanta të këtij vendit, që janë në rënd të parë janë martirët e kësaj ane të malësisë së Shkupit, se i themi ne, apo të malësisë së Karadakut. Janë martirë që janë martirizuar në vitin 1846-48, që janë depërtuar në Turqi dhe një pjesë e vogël e tyre janë kthy që ne jemi pasardhësit të tjerë. Okay. Karakteristikë tjetër dhe veçanti e këtij vendit është sepse këto afër nesh në këtë vend ku ndodhemi është i lindur dhe i varrosur Dën Zef Ramaj, që ka pagzu nënën Tereze, që ishte famullitar në atë kohë në Shkup dhe është pagzuesi i nënës Tereze në Shkup në atë kohë kur ishte famullitar Dëmzefi. Do thotë shumë keni lidhje me nënën Tereze. Veçantia tjetër e këtij vendi është karakterizohet edhe me shkollën e parë shqipe në Kosovë. Në vitin? Në vitin 1905, kur është vënë domethënë legalizimi i shkollës së parë shqipe në atë kohë. Në 1905. 1905, po. Nga atëherë që ka njoftë domethënë edhe perandoria austro-hungareze që është kanë. Themeluesi shkollës së parë shqipe është Dëm Mikel Tarabulluzi, që ishte prift dhe e organizoi shkollën, kuptohet me ato mundësitë që ka pas për gjithë këtë rrethin edhe për fshatin. E ku është shkollu ai? Ai është Dëmzefi, është shkollu në Tirall të Austrisë, ka kryer një pjesë në Shkodër, pastaj ka kryer studimet në Tirollin e Austrisë, kurse Dëm Mikeli edhe ai është shkollu në atë kohë në Shkodër. Vënder të kësaj të shkollës së parë shqipe për çdo vit në shtunën e parafundit të shtatorit organizohen takimet e Dëm Mikel Tarabulluzit,
që grumbullohen, domethënë shumë njerëz nga kultura, nga arti, bëhen tribuna shkencore, organizime, programe kulturore artistike e tjera. E qësh është bo që ju jeni katolik kur krejt shumicë e fshatrave në Viti janë musliman? Qësh jeni me katolik? Po, kjo do me thënë kohën e perandorisë osmane, kur ka dominu perandoria osmane edhe në këto Trojë, edhe në këto viset në Kosovë, atëherë kjo pjesë nuk ka bën ndryshimin e fesë. Kjo pjesë do me thënë ka qëndru, edhe kjo është arsyeja që janë depërtu në Turqi. Po flasim pak për jeta aktuale në Katun. Do thot, ju si Katun keni nis me shku në Gjurbet ka vitet 70, edhe ma shumë keni shku në Itali, a është ashtua? Do me thënë, kjo pjesë e këtyne banorëve në atë kohë janë kanë gur punus, që janë marrë me përpunimin e gurit, sikur që janë këta gurë, do me thënë, që shifën të që kanë përpunu, sepse landa pare asoj kohë është, do me thënë është nxjerrë nga kjo kodra Stubllavaçës, edhe kanë bën përpunimin e gurit. Dhe që nga ajo kohë kanë dalë materiale tjera për ndërtim në pjesë tjera të Evropës, dhe kjo pjesë kanë qenë këta muratorë të njohur, dhe kanë pas nevojë, do me thënë, për shtetet të ndryshme të Evropës, që atje ndërtu mas luftës së dytë botërore, mas pari kanë shku në Gjermani. Në Gjermani kanë shku. Gjermani kanë thirë, po, kanë thirë me shku atje me punu. Ata kanë qenë shumë mirë pregaditën për punë ndërtimore, edhe se është ma e lehtë, do me thënë, me përpunu një guri, kur kanë bë muret me tulla, me këto, për ata ka qenë, do me thënë, shumë. Do të sidomos në Stubla kanë pas qatë? Po, qatë profesion kanë pas. Profesioni atëherë shumë ka qenë kryesisht ndërtimtaria. Po, a janë këthy? A kanë këthu dikush? Ka një pjesë që edhe janë këthy. Jo në pension, po me... Po, edhe këtu. Ka dikush që edhe janë këthy, edhe kanë vazhdu punën. A janë vetë dishëm qëfar bukurie, qëfar gjallënie, qëfar vende? Unë për shembull studimet e mia i kom mbaru në Austri. Okej, ku? Po, në Graz. Po, edhe ma vonë jam kthy prej atje. Edhe kom hap këto një kompani. Unë gjithmonë jam të mendu qysh mos me zbras fshatrat e Kosovës, si kanë zbras në për krejt Ballkane, edhe Evropa, edhe në Amerikë janë zbras katunit malësore, po qysh ku keni këtë vend kaq e bukur, fenomenale, a është një farë ëndër, a është një realitet që mundeni me bajt fshatin gjallë? Po, është realitet që e majmë fshatin gjallë. Me krejt të punë, e shifni do me thënë kjo përditshmëri që bëhet, ne bajmë shumë projekte, realizojmë shumë projekte, që tash momentalisht jemi të bëjmë renovimin e kësaj qendrës të rive, ku kanë me pas një vend, dhe me thënë të rritë, ku mund aktivitetet e veta me realizu dhe me zhvillu. Mund me shku edhe atje me pa, është fusha e tenisit, që është bo. Pastaj edhe një pjesë atje që po mendojmë për të më shumë, me pas edhe ata, dhe me thënë, një vend, një drek, një vend, sepse në të ardhmen shumë shpejt planifikojmë që ta ndërtojmë edhe një shtëpi të pleqve. Oh, now that's the place I would go. Unë e kisha shkuar, si unë jam bë plak, me kom me një shtëpi pleqve në Stubël kisha. Po, ne mundohemi me gjitha forcat, organizohemi, majmë dhe me thanë edhe takimet të përbashkëta tonat edhe në diasporë, sepse atje kemi shoqatën Stubla në Zvicër, në Austri, në Zvicër, në Turgau është atje të e pjesa po, në Austri, në Gjermani dhe në Itali, edhe mbajmë takimet të përbashkëta vjetore. Një vetë për shembull e mbajmë këto, takimin e përbashkët, një vetë e mbajmë në Zvicër, vitin tjetër në Itali,
e tjera edhe i bëjmë projektet bashkë. Tash po afrohen të kisha, është koha për meshin. Projekti ideor i kësaj kishe është një formë të arkivolit, që ka dy qëllime. Njëni është sepse edhe jeta jonë e ka kuptimin e një arkivoli, është dhe me thanë duke shku ka amshimi, edhe kuptimin e martirëve, sepse ne pretendojmë që ishrat e martirëve që janë të varroson, një pjesë në Selanik, një pjesë të Greqisë kuptohet, një pjesë që i kanë hudhë ndërsa dhe ndeti, e një pjesë tjetër që janë në Karaqabej të Turqisë, që pretendojmë që në të ardhme të sjellim ato ishra. Dhe për këtë arsye ka kuptimin dhe me thonë, kjo kishë si një arkivon. Kisha e vjetër ku është edhe muzeu, është e Shëngjerzit atje, kurse kjo kish është patron, dhe me thënë Shën Jozefi. Tu festohet, dhe me thënë Shën Jozefi, pastaj është edhe Shën Jozefi punëtor, që festohet për 1 maj, është dita e punëtorëve. Po janë 2 motra që shërbejnë këto, 2 dhe me thënë në Letnicë, 4 motra. Kjo është edhe motër medicinale që punën edhe në ambulancë. Wow, po, është prej këtujt, prej këtu e lindën. Wow. Stubla llogaritët ndoshta si vend i dytë në Evropë nga territori dhe nga numri i banorëve që ka thirrje më të mëdha, domethënë për prifta, për meshtarë dhe për motra. Janë ndikon tash mbi 26 priftërej që janë gjallë, vetëm nga ky vend. Really? Wow. Dhe me thënë, edhe i peshvi Kosovës është prej lindën prej. Edhe ma tepër se 50 motra që shërbejnë në për vendet të ndryshme edhe këto, edhe në për botë. Edhe pse vrapoj, po Gjori ishte ai bajeriu I cili shkoi I pari të varrit. Jo vetëm se ishte bajeri, se vraponte të varrit për të takuar Jezusin apo këtë varr të sprazës. Për të gjitha ata që angazhohen për të ndërtuar një botë më të mirë, që t'i përngjojnë Krishtit, që ka dhënë jetën e tij për të gjithë.
tash kam ndirën me fol me priftin e kishës së Stubllës. Kemi qenë në mesh tash, ka qenë kaq i bukur. Jam prek kaq shumë, sa bukur ka qenë mushën kishën me një farë mesazh të bukur e paqes e dashurisë për njerëz të Stubllës edhe për njerëz botës. Shumë faleminderit, ju keni udhëhec me një mënyrë bukur, modern, po me shumë thellësia. Si quheni, prengajni ju, qysh jeni edukuar çato sene? Unë jam Don Fatmir Kuliqi, famullitar i Stubblës. Jam i lindur këtu. Jam edhe famullitar edhe bi i kësaj kishe. Wow. Kam shërbyer përpara në për vende të ndryshme. Aha. Kam studiuar në Zagreb, Okay. në Rom. Prej kur jeni këtu? Kjo është viti i 4 që jam këtu. So ma fri. Po, E përpara ku keni qenë çfarë kishe? Përpara kam shërbyer në katedralin e Prishtinë. Oh, really? Ja, Okay. 11 vjet atje. Oh, prej Prishtinës deri në Stubbull, çfarë ndryshime çish është për ju me jetu tash në mal këtu në, you know. Është një kthim në atë fshatin kishën tënde. Është sigurisht e ndryshe, nuk është e njëjta. Prishtina dhe qytetet e mëdha e kanë një pastoral urban, Yeah, of course. kurse pastorali në fshat është shumë më i thjeshtë, shumë më i ngadalshëm, Yeah. por është të bën mirë sepse kjo shpirtërisht të bën mirë. E plus Nga ju ato- jeni kaq afër letnicës, si qendri Plus, po, i botës po. katolik me një anë. Po, edhe kjo na lidh për shkak me letnicin jemi të lidhur gjithmonë në of fakt, course, sepse of course. Do të edhe të parit personalisht me Nonën Terezë Po. ju keni diçka. unë e kam edhe një tjetër që më lidh me Nonën Terezë, Yeah. sepse e kam ditëlindjen e njëjtë me Nonën Terezë. Really? Gjithë stublanët janë shumë religjioz, shumë Okay. fetar. Vjen nga një histori shumë e bukur e të kalumës, sepse gjithë paraardhësit tonë këtu kanë qenë në martir, kanë jetuar një fe dhe një përkushtim edhe ndaj vlerave dhe parimeve kulturës shqiptare, sa që njëra dhe tjetër kanë qenë aq bashkë, sa që nuk kanë qenë kur të ndara. Kështu që stublanët janë shumë besimtar, njerëz të mirë, të kulturës, që kishën e kanë ashtu si është në fshat, në qendër të fshatit, ashtu e kanë në qendër të zemë. A keni ju si detyrë, si një pjesë detyrës tuaj me to encourage people to stay here, do thot me Pa tjetër, këto gjëra që i baj, investimet janë që me i inkurajua që ata të kthehen, sepse është një vend i bukur, nuk ka nevojë të shkojnë dikun tjetër. Këto mund të jetojnë Edhe jo vetëm shumë më bukur, mirë por se sa, shëndosh. po edhe shumë më mirë se sa në shumë vende ndoshta të Evropës. Ja. Po patjetër, gjithmonë So, është qëllimi i që ne të kthehemi dhe të inkurajojmë njerëzit që të vinë dhe të jetojnë në vendin e tyre. Po, shpresoj që do të keni qatë fate me themel. Edhe unë shpresoj që këtu do të popullohet, dhe të kthehen dhe të bëhet si dikur apo me një të ardhme e cila është më ndryshe, por me një popullsi shumë të madhe. Kam një që do të keni plan me bo një dom pleqve, Po, edhe unë jam rend parë. halo e re. Halo e re. Not really. Yeah. Faleminderit No, halo e re. Për shumë, për Faleminderit hajër shumë, paske. faleminderit që keni ardhur, ishte kënaqësi t'ju kam edhe në mesh. Thank you so much. Edhe faleminderit për punën që e bani për në Kosovë e gjithçka. Thank you so much. It's beautiful. Really beautiful. God bless you. Si quheni? Marian Joza, prej Stubbe, për këtu jam Venali, këtu jam i lindun. Aha. Si thash ty të kom po në zemë, kërë kon takimet e Gjeqovit atje. Po. Edhe ke promovimi i Pjetër Bogdanit, ke shumë bukur. Do thot, po jetoni këtu, a jetoni dikën tjetër? Unë e kom jetu prej të dhejtës, po tash jam këtu që 70 vite jam. Okej. Në pension a si... Para pension. Para pension, bravo. A keni punë këtu, a çfarë? Gjermani thot, jam penzi, po i gjoj punë E veti. që si në Amerikë. E, bravo, okay. Edhe në Amerikë. Këtu e kam një plantazh të arë, si kom po 200 rënjë Oh, arë. really? Po, Ora. po arë. Po. Okej. Edhe qysh është jetë këtu? Po qëre Jetu. për para o konë jetën përëndim kërë o konë komunizmi, Ja. kur e konë i okupum për i të nanë, me prej drunin nuk desh me pyt, me pagur rrimën, o konë jetë shumë e shtirë, kur ti marsh Tash keni 50 liri. të lutëm. Po sot për shembull unë me konë 20 vjeçar nuk shkoj kur atje. Atje konë jetën rryshje këtu, shtëpiat janë konë, këtë minjesën konë 100 shtëpi.
për shembull këtu me i qelin vetëm një firmë e qelin mi pas 20 punëtor apo 30. Këtu mi pas 20 copa lop, ato punojnë për të sukur një punëtor tjetër. Pas 20 copa blet ose 200 roj orra. Është do me thonë për profiti është i plot. Do thot, a jeni tu i folë me njerëz të re, me thonë, me naj këto, se me u këthy këtu? Krishti ka thonë, njeri ka sy po nuk sheh, ka vesh po nuk dëgjon. I thuti dikuj gjithçka po është i fiksuar dhe nuk dëgjon. Faleminderit shumë edhe Për shumë më të pashkt, shnetet të mira, bukuri, vjen mirë që u poshtë. Tashin kemi nder me fol pak me kryetarin e komunën e Vitis, Shokim Sokol. Sokol, faleminderit që keni ardhur sot në Stubël për këtë fest. Çfarë fjallë keni për Stubël edhe rolin e Stubëlës në komunën e Vitis? Po Stubël është një prej vendbanive me traditë më të lashtë kulture historike. Është vend i shkollat pola shqipe, për Pashk e për festa vazhdimisht jemi bashkë. Toleranca fetare në Vitinje dhe në Kosovë të gjithë shqiptarët është e jashtëzakonshme. Vetëm me orë për Pashkë edhe për Krishtlindje apo për Bajram mi po bashkëpunimin edhe njënjëtijet e të urimet që ja bojmë vllazëresht, ne gjithmonë i kemi kremtu festat bashkë. Edhe festat fetare, patjetër, edhe festat fetare dhe festat kombëtare. Prandaj gjithnjë jemi bashkë, nuk isha vetëm, isha me bashkëpunëtor, janë gjithë qytetarë që të gëzohen festave, vërtet, bashkëresht, diaspora gjithashtu ka ardhur. Prandaj është krenari e kënaqësi kur vjen edhe Morgote, bëmi bashkë. Edhe ty faleminderit shumë, vërtet për kontributin që e të dhonë, gjithmonë që ke dhonë për neve. Unë s'po këtë di edhe vitet 90 kontributin tonë xhenet. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve urime për këtë fest edhe për këtë sukses. Respekt shumë.